Dita e parë e stinës së pranverës nisi sot me 21 mars. Kjo ditë nisi me lindjen e diellit në orën 5:30 e do të jetë e njëjtë sikur nata sa i përket gjatësisë. Pranvera do të zgjas deri me 21 qershor kur fillon stina e verës. Sipas fenologjisë, pranvera fillon me lulëzimin e disa llojeve të bimëve pranverore. Specifik këto për vende të ndryshme. Edhe në qytetin e Gjakovës u vren lloj-llojshmëria e ngjyrave të luleve pranverore, të cilat e shënuan dhe zbukuruan edhe më shumë këtë ditë. Me 21 mars dita zgjat 12 orë e 7 minuta. Zakonisht dita e parë e pranverës emërohet si ditë e barabartë, që nënkupton se gjatësia e ditës dhe natës është e njëjtë. Pra nga momenti i lindjes deri në momentin e perëndimit të diellit kanë kaluar 12 orë. Me fillimin astronomik të verës me 21 qershor, pranvera përfundon gjithnjë në të njëjtën ditë.